momenti kur gjendet gjallë pas 3 ditësh i aksidentuari që kishte mbijetuar i bllokuar në makinë. Një aksident rrugor shënuar në aksin rrugor Bulqiz-Shupence në vendin e quajtur Ura e Çerenecit. Siç shihet edhe nga pamjet, makina tip Audi ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në zallin e Bulqizës. Aksidenti është pikasur nga një kalimtar i cili ka njoftuar policinë dhe ambulancën, të cilët kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje, ku dhe ka bërë të mundur nxjerrjen e drejtuesit të automjetit, ku dhe ka ndërguar drejt spitalit Bulqizës për t'i dhënë ndihmën e parë. Burimet pranë policisë bëjnë me dije se drejtuesi i mjetit me origjinë nga Maqellara ishte shpallur në kërkim prej 3 ditësh nga familjarët dhe sot personi është gjetur në makinë dhe është dërguar drejt spitalit të Bulqizës, ku i është dhënë ndihma e parë dhe më pas e ka nisë drejt spitalit të traumës për një mjekim më të specializuar. Mendohet se aksidenti mund të ketë ndodhur para 3 ditësh, 6/6/2025, rreth orës 18:30. Shërbimet e policisë kanë marrë njoftimin se pranë rreth rrotullimit të Shupenzës është gjetur nga disa banorë të zonës një automjet i përmbysur pranë lumit. Menjëherë, shërbimet e policisë kanë shkuar në vend ngjarje dhe kanë verifikuar dhe identifikuar drejtuesin e automjetit, shtetasin IN 35 vjeç, i cili ditën e djeshme ishte shpallur në kërkim pasi baba i tij kallëzoi se ishte larguar nga banesa. 35 vjeçari u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti sipas njoftimit të policisë.